Jo çdo gjë që prekni mund të kthehet në ar, por me siguri disa nga ato që konsideroni plehra mund të fshehin pjesë të tyre. Ndërsa teknologjia evoluon, ne hedhim gjithnjë e më shumë pajisje elektronike, duke i konsideruar të padobishme, duke krijuar mbetje ndotëse. Megjithatë, një ekip shkencëtarësh zvicerian ka dhënë alarmin pothuajse në çdo shtëpi me gjetjet e tyre në lidhje me këtë pajisje. Shkencëtarët kanë zbuluar një objekt që mund të jetë një minjer ari, fal një metode që lejon nxjerrjen e metaleve të çmuara nga mbetjet elektronike. Kjo është një alternativë e qëndrueshme e bazuar në një metodë tashmë të përdorur në industrinë ushqimore dhe nuk rëndon mjedisin. Sipas informacionit të botuar në revistën Advanced Materials, ekipi shkencëtarëve mori një copë 450 mg prej ari 22 karatësh, duke përdorur 20 pllaka të vjetra kompjuterike. Në shumicën e familjeve, kur një kompjuter desktop zvendçohet me një laptop, një kull pajisje shhidhet poshtë, por ari mund të merret me metodën e shkencëtarëve. Duke u përpunuar në kushte acidike dhe temperatura të larta, ata prodhuan një pezullim të nanofibrave proteinike. Kjo rezultoi në një xhel dhe përfundimisht u krijua një sfungjer në bazën e tij.